Përshëndetje, unë jam Wendy, për të gjithë ju që nuk më njihni, dhe mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Për të gjithë ju që më njihni, unë ju përqafoj fort dhe ju falenderoj shumë për çdo subscribe, për çdo buton që keni shtypur. Sot e mendova që të vija me një video të re, pak më ndryshe se videot e tjera, dhe duke qenë se kemi vajtur deri tani 936 subscriber, mendova që pse jo të bëja një video me Q&A, pra pyetje përgjigje, në mënyrë që dhe ju të më njihni më mirë. Kështu që bëra edhe në Instagram, edhe në YouTube një postim, duke thënë që do të bëja një video me pyetje përgjigje, dhe ju më keni dërguar pyetjet tuaja dhe unë tani do të kthej përgjigjet. Kam marrë laptopin tim në mënyrë që t'i lexoj pyetjet. Sa të ndiset laptopi, doja t'ju thoja që faleminderit shumë për çdo pyetje që keni bërë. Pyetjet ishin shumë të bukura, më kanë pëlqyer shumë. Duke që kishit kuriozitet për mua, sepse çdo pyetje vinte me nga 2-3, si të thuash, me nga 2-3 9 pyetje. Dhe më kanë super pëlqyer shumë. Ishin pyetje shumë të bukura. Në fillim po vazhdoj me pyetjet e Instagramit në mënyrë që të mos ngatrohemi dhe filloj me pyetjen e parë. Pyetja e parë vjen nga Dalila Xhemali, 2021. Si jeni me viruset sezonale? Shpresoj t'i keni kaluar. Atëherë, deri tani jemi shumë me viruset. Selena edhe vogla kam pasur pak hundët e zëna, por në përgjithësi jemi shumë mirë deri tani. Shpresoj që të mos na përkeqësohet gjendja, por deri tani jemi shumë okay. Pyetja si e njohur me burrin tënd vjen nga Fatjeta Shabaj. Unë kisha bërë një video për njohjen me bashkëshortin tim, por ma kishte fshir Selena nga YouTube, kështu që po e shpjegoj përsëri, po e tregoj përsëri, do t'i bie pak më shkurt normale, sepse kemi dhe pyetjet e tjera. Unë me burrin tim jemi njohur kur unë isha në vitin e parë të shkollës së lartë në Tiranë për infermieri, për degën infermieri, dhe jemi njohur tek kafeneja e shkollës nga disa miq të përbashkët. Unë e kam bërë shkollën tek Albanian University, pra te UFO-ja, që quhej ndryshe, dhe një ditë më vi një shoqe për vizitë dhe do të rinte tek shtëpia ime 2 ditë. Ajo rinte në Elbasan, e bënte shkollën në Elbasan, edhe kur erdhi, donte të takonte një shokun e vet, dhe normale do të takoja edhe unë. Lam takimin për të takuar tek kafeneja e shkollës time. Më pas vinë edhe 2 çuna të tjerë, që ishte Danieli dhe një çun tjetër. Filluam po flisim me Danielin aty, kur atë ditë, dhe që nga ajo ditë edhe më pas filluam duke folur edhe më shumë, derisa në fund u lidhëm. Kemi ndetur të lidhur për gati 1 vit, më pas kemi bërë fejese, më pas kemi bashkëjetuar 2 vjet në Tiranë, edhe më pas ai erdhi këtu në Itali. Unë erdha mbas 2-3 vite që erdhi ai, sepse duhet të mbaroja shkollën. Ira shumë shkurt, sepse normale edhe koha nuk na premton. Pyetja tjetër vjen nga Të Gjithë Së Bashku, si je me gjithëdhënien? Me gjithëdhënien po shkojmë shumë mirë. Selena, Ajana, pi, ka filluar tani pi edhe më shumë, sepse e vëre nga që ma refuzon shpesher biberoni, nuk e do, por jemi shumë mirë, jemi në rrugë shumë të mirë. Shpresoj që të na zgjasi, ajo të pi për një kohë të gjatë, sepse Selena nuk ka pirë edhe dua që ta shijoj. Pyetja tjetër është nga mami dhe thotë: të rish gjithë ditën në shtëpi është pak e mërzitshme. Si ja del me këtë pjesë? Kur kam ardhur në fillim fare, që kam ardhur këtu në Itali, unë
kam qenë pak që rria gjithë ditën në shtëpi. Domethënë, disa muaj rinim bashkë me kunatin dhe kunatën në të njëjtën shtëpi. Më pas disa muajsh ata u shpërngulën në një qytet tjetër edhe unë isha vetëm, mërzitesha pak, rria gjithë ditën vetëm në shtëpi, sepse burri e ka punën të tillë që është gjithë ditën jashtë dhe mërzitesha, por më pas ngella shtatzane me Selenën dhe pasi lindi Selena gjithë kjo pjesa e mërzitshme kaloi. Tashmë unë kisha diçka me çfarë të merresha, kisha bebin tim, ajo donte përkujdesje maksimale. Ja dola domethënë të dilja pak nga ajo rutina ime e mërzitshme. Dhe tani, rutina ime nuk është bërë fare e mërzitshme të ndenjurit në shtëpi, sepse kam 2 goca tashmë, kam edhe Ajanën edhe Selenën, që Selena është shumë hiperaktive dhe nuk të lë të marrësh frym për asnjë sekond. Dhe nuk është se mërzitem tashmë. Falenderoj Zotin që më solli 2 gocat e mia që do bëhen shoqe për mua edhe nuk do më lejnë që të mërzitem as pak gjithë ditën në shtëpi. Do të tregoj edhe pak rutinën time gjatë ditës këtu, po përfitoj nga rasti. Zjera në mëngjes, bëj gati Selenën për kopësht, Selena ikën në kopësht, më pas unë me Ajanën ushej Ajanën, rregulloj Ajanën. Pasi bëj dhe disa punë të vogla në shtëpi, marr Ajanën kur është ditë e mirë, kohë e mirë, edhe dalim për të bërë kolacione. Më vete pak vonë për të bërë kolacione, duke që sa afrohet me kohën për të marrë Selenën nga kopshti, edhe masi e burri aty te kafja, më pas marr gocat, vi në shtëpi, merrem me gocat, i ushej, vë në gjumë, bëj ndonjë punë. Më pas dalim pas dite me gocat, më pas afrohet darka, duhet të gatuaj darkën, të ushqejmë prap gocat, i vëm në gjumë, dhe kalon. Rutina ime mami nuk është e mërzitshme as pak, është rutina më e bukur do thoja unë, por normalisht që unë kam shumë dëshirë që mos ta vazhdoj për shumë kohë këtë rutinë, që dhe unë të shkoj në punë, kur të rritet edhe pak Ajana, edhe do Zoti gjej edhe punën në profesionin tim, edhe do t'jetë edhe akoma më bukur rutina ime. Si ndihesh që ke motrë më të mirë? Këtë e shkruan motra ime. Kush e tha që unë kam motrë më të mirë? Bëj shaka. Motra ime është motra më e mirë në botë. Të kesh një motër është gjëja më me fat në botë, edhe unë doja dhe unë që Selena të bëjë me një motër. Unë me motrën time bëjmë për njëra tjetrën, më shumë bën ajo për mua, po nejse. Ne të dyja bëjmë shumë për njëra tjetrën. Ajo është, përveç se është motër e mirë, është edhe një tezë shumë e mirë, dhe aso shumë Selenën, i blen çdo lloj gjëje. Dhe kur kam lindur gocat e mia, kam marrë mamin në telefon edhe i kam thënë faleminderit shumë që më ke bërë me një motër. Më shumë ja kam thënë kur linda Ajanën, aty e kuptova që çfarë ka hequr mami im, do të thënë me lindjen e parë, por edhe me të dytën që për të më dhënë, për të më dhuruar mua një motër. Sepse kur unë kam lindur, unë jam vajza e parë, edhe kur unë kam lindur, ata nuk donin, prindërit e mi dhe më thënë nuk donin fëmijë tjetër, dhe unë jam lutur shumë. Dhe më në fund, kur shkova 5 vjeçe, ata ma dhuruan. Kam qenë shumë e lumtur, e doja shumë, kujdesesha për të, e ndërroja kur mami me babin ishin në punë, sepse ata punojnë mësues, edhe ishin, do me thënë, gjysmën e ditës ishin në punë.
dhe kujdesesha shumë për të, duke u rritur, filluam ziheshim si çdo vëllezër dhe motra të tjerë, por tani që jemi rritur, që jemi rritur disi, kemi filluar ta kuptojmë më mirë njëra tjetrën edhe jemi afruar akoma më shumë, por duhet të thënë që ajo është bota ime. Është gjëja më e bukur që prindë më kanë dhuruar, edhe unë ndihem motra më me fat që kam atë për motër. E morën përgjigjen Luz apo çka? Ma shkruaj në komente. Pyetjet në Instagram kaq ishin. Vazhdoj me postimin që kam hedhur në YouTube. Pyetja e radhës është nga Sara. Dhe thot, duam të njohim më shumë. Do të doja të flisje për jetën tënde që në fëmijëri deri sot, që ke një familje të mrekullueshme. Je shumë e mirë, më pëlqen thjeshtësia dhe pozitiviteti jot për qafime. Atëherë edhe unë të përqafoj fort dhe faleminderit shumë për pyetje. Është shumë pyetje bukur që më solli në mendje shumë kujtime të bukura. Do doja t'i rijetoja përsëri, por tashmë jemi rritur, nuk kemi më fëmijë. Unë jam një vajzë e lindur nga 2 prindër arsimtar, janë mësues. Babi im ka bërë në fakt 2 universitete, inxhinieri pasurimi minjerash edhe shkolla e dytë për mësues matematike. Pasi u mbyllën minjerat, babi nuk e la domethënë aq, dhe studioi një shkollë tjetër për matematikë dhe tani është drejtor në një shkollë, një gjimnazi. Fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur. Mbaj mend që lozja shumë me babin. Babi më plotësonte çdo dëshirë. Kam qenë shumë e lidhur me të, më blinte çfarë të më donte mua shefi. Kurse mami jo, mami gjithmonë nuk donte, nuk më merrte asgjë që kërkoja. Shumë rrallë mund të më merrte diçka në një lodër, kurse babi e lëshonte dorën. Dhe fëmijëria jonë duhet të thënë që ka qenë më e bukur, fëmijëria e brezit tim, unë jam e vitit 96, edhe ka qenë një fëmijëri e pasur me aktivitete, dilnim në lagje, loznim me shokët, shoqet, me lojra të ndryshme, mbaj mend që loznim me apadollapa, mbaj mend që loznim me mësuese, nxënës, mbaj mend që loznim me doktor, me kukulla. Dhe nuk është se rinim siç janë sot fëmijët e sotshëm, vetëm në telefon, në shtëpi të mbyllur, por që loznim shumë, dilnim shumë. Shkoja shpesh tek gjyshrit në Laç, sepse unë i kam gjyshrit nga zona e Mirditës, nga ana e mamit, edhe shkoja shumë atje, isha më e lidhur me ta, me njerëzit e mamit. Nuk e di, mendoj se është edhe me shkencë që fëmijët janë më të lidhur me njerëzit e anës të mamit, sesa me të babit. Plus kisha dhe kushërirat e mia që shkonim atje, vinte na merrte tezja medaljen gjithmonë, çdo verë vinte, jo çdo verë, gjithmonë kur kishim pushime vinte na merrte tezja medaljen, edhe kalonim shumë bukur me ta, kënaqeshim. Dhe kam kaluar bashkë me kushërirat e mia, kënaqeshim shumë, lozim, dilnim, na çonin në plazh. Dhe kështu unë rrita me një dashuri shumë të madhe për të afërmit e mi, për tezën, gjyshin, dajen, gjyshen, dhe kam kaluar një fëmijëri jashtëmase të bukur. Ndërsa tani po kaloj pjesën më të bukur të jetës time, të qenurit mami i 2 vajzave të mrekullueshme dhe një bashkëshorte, dhe më pëlqen shumë edhe kjo jeta që po bëj tani, më pëlqen të merrem me bebat, më duket sikur jam shumë e plotësuar. Edhe një herë të falenderoj shumë për pyetjen, shpresoj të jem përgjigjur saktë dhe shpresoj që të kesh kuptuar pak më shumë rreth meje. Pyetja tjetër vjen nga Klara. Përshëndetje, me emrin Klara, dua të di sa vjeç je dhe nga je me origjinë. Përshëndetje Klara.
Atëre, unë kam lindur në vitin 96 dhe në datën 28 shtator, unë bëra 29 vjeç. Pyetja tjetër, vjen nga Era Dupi. Dua ta falenderoj aq shumë sepse më komenton pothuajse në çdo video. Më bën komente shumë të bukura dhe thot: Përshëndetje Drit, unë kam 2 pyetje, jo 1 po 2 ka. Si e ndjer ti kur more për herë të parë në krah Selenën? Po i kthej përgjigjen në fillim kësaj, pastaj pyetjes tjetër. Unë Selenën nuk e kam marrë në krah në fillim fare. Nëse dëshiron mund të shkosh të shikosh dhe videon e lindjes dhe të shtatzanisë të Selenës për të kuptuar akoma dhe më shumë. Kur Selena lindi, ata e morën e futën direkt në inkubator, sepse kishte nevojë dhe për oksigjen dhe e mbajtën për 3 ditë. Dhe unë për 3 ditë shkoja i çoja qumshin, mund ta prekja vetëm pak dorën nga brenda në se thua që të prekem. Mund t'i prekja vetëm dorën brenda në inkubator, edhe më pas 3 ditësh e mora në krah, ma sollën tek dhoma dhe ishte ndjenja më e bukur. Unë kisha pritur plot 3 ditë që të mund ta përqafoja gocën time dhe ishte ndjenja më e bukur. Më duke sikur në këtë botë ekzistonin vetëm ne të dyja dhe askush tjetër. Dhe tani thash, në atë moment mendova ty Zoti të zgjodhi ty për ta sjellë në jetë. Në atë moment mendova që ty Zoti të ka zgjedhur ty për të qenë mami i kësaj krijese dhe fali dhe tani të takon ty që ta rrisësh e t'i falësh gjithë dashurinë e botës. Edhe tashmë ajo ishte angjëlli im, ishte bota ime, ishte jeta ime, ishte arsyeja sepse unë do të vazhdoja të jetoja. Nuk e di, është ndjenjë që nuk përshkruhet me fjalë. Kur thonë që kur thonë të tjerë që të jesh mami, është ndjenja më e bukur, më e çmuar në botë. Dhe ajo ishte bebi, për mua ishte bebi më i bukur në botë, nuk ishte bebi tjetër më të bukur në botë, përveç asaj. Po vazhdoj me pyetjen tjetër, se ta largoj pak me indje. Pyetja tjetër ishte ku është më mirë të jetosh në Shqipëri apo në Itali? Atëre, nuk mund të zgjedh dot midis Italisë dhe Shqipërisë, nuk i ndaj dot, për shumë arsye. Shqipëria mua më ofronte nga ana e karrierës, nga kam familjen time aty, gjithë njerëzit e afër, gjithë shoqëria, edhe po të më pyesësh se ku do të jetosh, nuk zgjedh dot. Në Itali dua të jetoj sepse Italia mua më ofron një jetë më të mirë për 2 vajzat e mia, sepse tani ne kemi dëgjuar që në Shqipëri po ndodhin shumë çuditëra, shumë vrasje, shumë vjedhje, edhe nuk është se është një vend i sigurt për të jetuar fëmijët. Ndërsa këtu Italia më ofron një siguri më të madhe, më ofron një të ardhme më të mirë për të shkolluar për gocat. Edhe për anën financiare, normale këtu rrogat janë pak më të larta se sa në Shqipëri, po të jetosh 2 veta këtu jeton në mënyrë shumë të mirë, por ka dhe shumë lodhje. Bëjnë punë për shembull të lodhshme, buri im punon murator, ndërkohë që
ka bërë shkollën për mekanik makinash, por mekaniku i makinave këtu nuk ka një rrogë të lartë për të jetuar. Për të jetuar mirë, pra, domethënë mund të jetë, se kemi pyetur nëse mos gaboj është 900 euro, ka qenë rroga për mekanik makinash, edhe me 900 euro çfarë do bësh? Kështu që burri është detyruar, punon murator dhe ka hapur firmën e vet. Por që zemra ime është gjithmonë me Shqipërinë. Në Shqipëri unë e kisha gati punën za. Unë dola me rezultate shumë të mira në shkollë, në provimet e shtetit, mora licencën, isha në qytetin tim, isha e para që mua më ofroi puna direkt, dhe ka që kisha dalë me rezultate shumë të mira. Dhe në fund thot, era dupi të përqafoj fort, dhe unë zemër të përqafoj fort. Pyetja tjetër është nga Kemist. Wendy e shumë e mirë, pyetja ime, qa profesioni ke? Faleminderit shumë, profesioni im është infermieri e përgjithshme. Pyetja tjetër vjen nga Vale Rana dhe thot, mirëmbrëma, jam Vale, pyetja ime është pak e gjatë. Si je njoft me burrin, unë këtë e tregova dhe në fillim të video, sepse ma kishim bërë në Instagram të pyetje dhe besoj se nuk ka nevojë ta ripërsëris. Dhe e dyta, çfarë ndjesie është e jesh nën? Unë e shpjegova, por e shpjegova edhe me fjalë të tjera, por këtu do ta përmbledh me një fjali. Të jesh nën është ndjenja më sublime në botë, është ndjenja më e veçantë, nuk ka fjalë ta përshkruash këtë ndjenjë. Unë tani po e përjetoj dhe them si kam jetuar unë më përpara pa bebat e mia. Dhe pyetja e tretë është, a ke qejf të bësh recetë me gatime në YouTube? Gatimi nuk është arma ime më e fortë. Nuk e di, ndoshta edhe mund të bëj ndonjë recetë gjatë vlogeve, çfarë gatuaj unë edhe kështu, po mos prisni ndonjë gatim wow, sepse nuk e kam armë të fortë gatimin. Mund të bëj çdo lloj pune tjetër, por gatimin e kam, nuk është se preferoj. Domethënë e bëj sepse kush do gatuaj tjetër përveç meje në shtëpi, po që nuk e bëj me qejf. Nuk e di që të thënë të bëj apo jo, por shpresoj të bëj gjatë vlogjeve, t'ju tregoj çfarë do gatuaj edhe uroj shumë. Dhe në fund thot, faleminderit shumë, shpresoj mos të jesh ndjerë keq me mesazhin tim. Të falenderoj edhe unë ty shumë, jo as pak nuk ndjem keq. Dua të përshëndes pak Ajanin, sepse më erdhi një tjetër pyetje se si jam njohur me bashkëshortin dhe kërkonte që të përshëndes Ajanin. Kështu që Ajan, të përshëndes shumë e të përqafoj fort, sepse me siguri do jesh një djalë i vogël. Edhe vajza ime e vogël e ka emrin Ajana, kështu që je një adashi Ajanës. Tani unë më duhet ta mbyll videon dhe duhet të sistemoj pak shtëpi në mënyrë që të dalë të bëj kolacione me Ajanën, dhe unë ju falenderoj shumë për pyetjet, kishin shumë të bukura. Do të bëj përsëri një Q&A, ndoshta pasi të jemi rritur edhe pak në YouTube, edhe bashk do të shihemi në videon e radhës. Faleminderit shumë, nëse ju ka pëlqyer ky video, ju lutem mos harroni të shtypni butonin subscribe, të bëni like, share dhe komente, në mënyrë që të motivoni akoma dhe më shumë për të bërë video. Unë ju puth dhe ju përqafoj fort. Bye!